Përshëndetje dhe mirë se vini në podcastin e radhës Rishtazi. Sot do të kemi një bisedë të veçantë, të jashtëzakonshme ndoshta për shkak të temës që do të trajtojmë. Megjithatë, po aq politike, do të kisha thënë unë, pavarësisht se nuk do të ketë politikan të ftuar, sepse do të flasim për ekonominë, për zhvillimin dhe se si mundet edhe në Maqedoni të jesh i suksesshëm, aq më tepër të jesh i suksesshëm si shqiptar dhe të jesh një nga drejtuesit më të mëdhenj të një prej kompanive më të mëdha këtu në Maqedoninë e Veriut. Kam kënaqësinë që në studio të kem Kastriota Arifin. Ai është një miku im, po sot shkon për te kësaj. Faleminderit që je këtu. Bëm një përpjekje të madhe derisa të bindem të vish, po ja ku je. Dhe tani të tregoj pse në fakt. Kastriota Arifi është drejtor për strategji dhe zhvillim i kompanisë Tikvesh, prodhimist, kompania në fakt që prodhon verat, një nga kompanitë më të mëdha të rajonit. Jo vetëm verë, ka dhe produkte të tjera, por njihet më tepër për verën dhe të jesh në krye të kësaj kompanie nuk është gjë e vogël në Maqedoni, apo jo? Nuk është, aq më shumë ndërlidhem me pjesën që përmendi ti atë çështjen ekonomike, se jo vetëm Tikvesh, por industria e verës është një ndër industritë më të mëdha të Maqedonisë në aspekt të bujqësisë dhe zhvillimit prodhimit të produkteve dhe pijeve. E vetmja industri në atë kategori që është më e madhe është industria e duhanit, dhe me thënë, ajo është numër 1, verat janë industria e dytë, edhe sa i përket zonave rurale është industri shumë e rëndësishme. Ja do të ndihmoj unë në skuptim, drejtor për strategji dhe zhvillim. Tani, duke marrë parasysh kontekstin ton të Maqedonisë së Veriut, ku shqiptarët nuk kanë shumë akses dhe nuk kanë pasur shumë akses në këto kompanitë e mëdha brand, nëse mund t'i quaj kështu të Maqedonisë, ti ke dalë në krye. Dhe jo vetëm aq, po je dhe drejtori strategjisë për zhvillim. Në qoftë se njerëzit e dinë CEO-n, ndoshta nuk kanë dëgjuar CVO, domethënë Chief Visionary Officer. Dikush që do të ndërtoj vizionin e një kompanie të madhe siç është Tikveshi. Çdo thotë kjo për ty në kuptimin personal, por edhe për te asaj personale. Si arriti një shqiptar të merret me verën kur ka një lloj keq kuptimi këtu, apo? Jo, ato janë stigma dhe perceptime të ndryshme që secili t'i lejon, po unë vi nga një rreth më ndryshe me disa vlera pak më ndryshe, më liberale, dhe asnjëherë nuk e kam ndjetat edhe si pengesë, qoftë edhe aspektin nacional, qoftë edhe këtë aspektin tjetër të fundit që e përmende. Unë personalisht ndjem edhe krenar për të arriturat e mia, kompaninë e ndjej shumë të afërt, pasi që edhe relativisht i ri dhe kam nisur në kompani, jam aty gati 12 vjet, kështu që kjo industri edhe kjo kompani janë shumë ndjej edhe shumë si pjesë kështu personale time, pasi që kanë zhvilluar atë identitetin tim si kastriot në Maqedoni. Unë jo vetëm krenar, ndjem edhe i privilegjum që kam edhe këtë pozitë, qoftë edhe pasi që në këtë pozitë jam më shkurt, po në kompani jam rritur prej një pozitën tjetër dhe prandaj edhe merrem me çështjen e strategjisë, pasi që kam kaluar më shumë pozita në kompani dhe në princip ajo që pritet për një personi që do merret nesër me strategjinë dhe me zhvillimin është ai personi i cili duhet ta ketë atë big picture mindset, që besoj unë kam edhe kompania më ka dhënë atë besim. Përtej kësaj është edhe pjesa e simbolikës që më jep edhe privilegjin, po edhe përgjegjësinë që të jem sa më i suksesshëm, që të mund të jem një varlloj udhërfyesi edhe për gjeneratat e reja shqiptare, të cilët duhet në një varlloj mënyre që të tejkalojnë atë barierën që e kemi vendosur ne vetë, se nuk jemi të gatshëm edhe ose nuk na pranojnë në për pozita të larta ose në kompani të cilat janë dikush në Maqedoni. Tani nëse e demistifikojmë këtë çështje, realiteti ka qenë i tillë që shqiptarët nuk kanë pas akses në kompani të tilla, sidomos deri në vitet 90, ose ndoshta ka pas pak, nuk e di. Kam përshtypjen që ti mund ta dish më shumë këtë. Faktikisht është korrekt, domethënë kjo është. Domethënë ky nuk është më vetë një mit, kështu ka ekzistuar për arsye të ndryshme, shqiptarët nuk kanë qenë pjesë e strukturave udhëheqëse të këtyre
kompanive të mëdha. E vërtet. Pastaj ndodh privatizimi dhe pasi ndodh privatizimi, këto kompani sigurisht që ndoshta kanë ndjekur një lloj logjike që kanë pasur. Privatizimi e sjell profesionalizmin te kompania. Po këtu doja të dilja, dhe pasi janë privatizuar, mendon që shqiptarët duke pasur këtë përshtypjen e së kaluarës nuk kanë aplikuar në poste? Është sot e kësaj dite është e tillë. Domethënë sot kur kemi përveç me ke edhe kompani tjera ku ke shqiptar në pozita të larta, ku është e mjaftueshme që të kuptojnë njerëzit se derisa një kastriot ka nisë prej pozitave më të ulta dhe brenda viteve është zhvilluar dhe është rritur në pozitë, domethënë se ajo kompani lejon dhe nuk ka asnjë farë problemi me çështjen e etnisë apo diçka tjetër. Sot e kësaj dite ne kemi gjatë periudhës, domethënë derisa unë jam në kompani, kemi plot shqiptar tjerë që janë punësuar, po shumica e tyre janë të targetuar. Domethënë kemi profesionistë tjerë që kemi gjetur në kompani tjera dhe kemi pru të punojnë aty vesh. Po ja do dal këtu ti je i pari në këtë kompani të madhe të Maqedonisë që ke një post aq të lartë ekzekutiv. Ke qenë i pari edhe nga e kaluara. Mirëpo prezenca jote ka hapur rrugë edhe për të tjerët, apo jo? Ka hapur rrugën për të tjerët, po ende nuk është e mjaftueshme, pasi që në për ato konkurset e lira që i kemi, domethënë që i hapim si konkurset lira për punësim, sot e kësaj dite aplikimin e shqiptarëve e kanë nivel minimal ose zero. Domethënë ende ekziston stigmatizimi ose misinterpretimi i situatës se pse të aplikoj kur e di se nuk do më pranojnë. Nuk është e vërtet. Unë jam shembull konkret, ke edhe plot shembuj të tjerë konkret, pa ajo që është më e rëndësishme për kreditë, se kompanit gjatë procesit, edhe asaj që përmende ti, tranzicionit, privatizimit janë profesionalizuar. Dhe ne kemi objektiva që duam t'i arrijmë dhe kemi edhe stakeholders, edhe shareholders, cilët diversifikimi ju mundson vetëm për parim, nuk e shohin si problematikë. Dhe unë mendoj se gradualisht kemi një hap përpara, jemi larg asaj ideales, po absolutisht nuk do të thotë se dyert e kompanive të mëdha në Maqedoni nuk janë të hapur edhe për profesionistë shqiptar. Po çfarë do t'ju thoshe atyre që mund të thonë që nëse nuk ishe ti aty, kjo nuk do ndodhte? Pra përsëri duhet një shqiptar, ta themi tani për shkak se ne jemi këtu, pra përsëri mund të thonë që duhet një shqiptar që ta hapë derën. Po besoj se është e tillë, normal. Thashe përmenda disa herë dhe ripërsëris, është çështje e simbolikës. Normal se unë kam bërë punën time, pse? Pasi që thash nga ana tjetër, unë njoh më shumë profesionistë shqiptar, cilët ua kam hapur edhe derën që të vinë t'i kthesh, edhe nga ana tjetër jo kam lehtësuar atë procesin se nuk kam pas nevojë që t'i mendojnë aspekte negative, po thjesht e kam pa një kastriot, kam pa një profesionist tjetër shqiptar i cili ka lëvizur lart në kompani dhe pse mos ju mundsohet e njëjta edhe. E tani të përqendrohemi pak te profesionalizmi. Edhe kjo nuk është e rastësishme. Shqiptar ose jo, në fakt ti ke kontribuar shumë në zhvillimin tënd. Mesazhi që duhet dhënë është që ndoshta vjen koha e profesionistëve, por si shkoi kjo rritja jote në post? Ti ke kryer ekonominë, po unë e di, nga që jemi miq, po ta dinë dhe të tjerë, ti vazhdimisht investon në zhvillimin tënd profesional, në edukimin tënd. Absolutisht, kjo është më e rëndësishme. Domethënë, profesionizmi vjen para etnisë për shkak çështjeve objektivave të kompanive dhe interesave që kanë kompanitë. Rasti im konkret është se unë më pak probleme kam pas ose as pak probleme s'kam pas në mendasin e etnisë në brenda kompanisë, pasi që kompania ka pas ato vlerat e hapura liberale që mos ketë problem. Më shumë kam pas probleme në ngritjes edhe edukimit që t'jem i aftë për pozita që duhet ose ti menaxhoj në këtë moment ose që do më vinë në të ardhmen. Edhe s'do mend se secili prej neve duhet të përgatitet edhe profesionalisht, po jo vetëm profesionalisht, edhe ti je ekspert i një çështjes konkrete, domethënë. Këtu jemi pak pas, edhe këtu duhet punojmë pasi që kompanitë tash kërkojnë profesionistë cilët menjëherë do jenë me ndikim në kompani. S'kemi ne kohë për thashë thëme si në administratës. Ndoshta kjo e bën faktin që vjen nga sektori privat, por përsëri do të
ja do ta bëj edhe atë pyetjen. Tani e dim kontekstin ton, por të kishte shkuar mendja që mund të jesh në kryet e një kompanie vere, prodhimit të verës. E bëj këtë pyetje se dua të kalojmë edhe te pjesa ndoshta e panjohur për verën, ose dihet ose nuk dihet, si konsumohet, edhe kështu më radh, sepse gjithë ky emision bëhet për ty, po ne jemi në prag të Shën Valentinit, ku një nga gjestet më romantike shprehet me verën. Po do kalojmë te kjo pjesa. Të kishte shkuar mendja si një njeri që është shkolluar në fushën ekonomike, që në fakt do të merresh me verën si biznes. Me verë ndoshta se kisha menduar asnjëherë, edhe pse gjithmonë kam pas aspirata që të punoj në kompani të madhe, që është e bazuar në Maqedoni apo në rajon, e cila njihet edhe më tej Maqedonisë. E tash ti kthesh i hin te ato pak kompani të cilat e kanë arritur atë status, po unë personalisht e kisha atë fatin që prej në sa i kryta studime që të vazhdoj të punoj në industrinë e pijeve, domethënë mu krejt jeta më kaloj në industrinë e pijeve. Edhe kjo vinte edhe pak si një proces shumë natyral, kështu që në momentin që vendos unë kam aplikuar në ato konkurset e hapura që i përmenda më herët, nuk është se më kanë marrë në tikfesh. Kam aplikuar në konkurs për pozitën më të ulët që mundet në shitje, të kesh agent i shitjes. Dhe unë prej aty kam nisur rrugtimin tim në tikfesh. Përveç se kisha menduar asnjëherë, po se do kisha dashur punoj me një kompani e cila do më mundsoj të arri këtu ku jam, gjithsesi se po. Po ja, edhe një gjë këtu dua të nënvizojmë pse është suksesi jot aq sukses i madh. Sepse kompania Tikveshit është një nga kompanitë më të mëdha të rajonit të prodhimit të verës, po jo vetëm. Për ata që nuk e dinë, sa e rëndësishme është kjo kompani në kontekst të biznesit dhe të fitimit edhe të prurjeve edhe të rritjeve ekonomike që i sjell Maqedonisë, por edhe më gjërë. Ne kemi industri tjera që janë shumë më të suksesshme se në aspekt atributeve ose elementeve që i përmenda. Ajo që e bën Tikfeshin pak më ndryshe është se Tikfeshi, domethënë, është brand ambasador, domethënë është diçka me cilën Maqedonia, edhe ne që jetojmë këtu jemi krenar kur dalim jashtë, se askush prej neve nuk merr një hekur që të jep si dhuratë kur të shkon në vizitë diku jashtë. Ndërsa verat janë të njohura. Maqedonia tradicionalisht dhe historikisht njihet për prodhimin e verave. Edhe në rajon, posaçërisht në rajon, po edhe jashtë atje. Domethënë momentalisht në Maqedoni do kisha veçuar vetëm industrinë e verës, pa mos përmend vetëm Tikfeshin, të industrinë e verës që luan atë rolin e promovimit të Maqedonisë jashtë e lidhish edhe me çështjen e ushqimit, eksperiencës, turizmit, edhe e ke si produkt kategori e ke edhe ajvarin i cili është i vetmi që bën ndonjë bujë jashtë. Nuk e asnjë produkt tjetër i cili e merr atë primatin e promovimit të Maqedonisë si shtet jashtë Maqedonisë. Kjo është rëndësia e verës. Që po ta thjeshtëzoj unë dhe po t'i vë një titull, do t'i thosha shqiptari që promovon Maqedoninë nëpërmjet verës. Tani, pse vera e Maqedonisë dhe sidomos e Tikveshit është e mirë, ka marrë gjitha ato çmime. Tani ti nuk je enolog, megjithatë me që merresh me këtë biznes, i di detajet, ku bëhet e veçantë dhe pastaj do të dua edhe të diskutojmë pse pihet në një farë mënyre, çfarë dallimi ka vera e bardhë me të kuqen, dhe si janë shkaktuar ose si janë krijuar këto mitet për verën, por fillimisht pyetja që ta bëra. Domethënë Maqedonia është historikisht e njohur si vend ku është prodhuar vera. Fillimisht ka qenë si ajo pjesa tranzit, domethënë verat edhe pse janë të njohura tash në perëndim, verat franceze, italiane dhe spanjolle, veras me origjinë vijnë nga lindja, vijnë nga Azia e Mesme, ka kaluar romakat e kanë pru këtë rushin edhe verat nëpër Maqedoni, Shqipëri e mëtej, kështu që këtu historikisht ka pas të mbjellur rush për prodhim të verës dhe ekziston traditë shumë mijë vjeçare në prodhimit të verës. Kohët Jugosllavisë, Maqedonia ka qenë e dedikume. Kemi atë pjesën e secili vend e ka pas atë specifikën e vet. Maqedonia ka qenë prodhuesi numër 1 i verës edhe për eksport në Jugosllavi edhe jashtë Jugosllavisë. 2003 e këndej nisën një proces i modernizimit të industrisë verës në Maqedoni.
fillimisht e nisur nga Tikfeshi, po besoj që edhe kompani tjera kanë kaluar të njëjtën rrugtim. Sot kemi një industri të verës ku prodhohen vena seriozisht kualitative, që marrin çmimet më të larta në Suaza dhe në për kompeticione botërore. Tikfeshi, do hyj në detaje për kompaninë ku punoj unë, pasi që unë e di ku është fokusi Tikfeshi dhe ku është specifika Tikfeshi. Tikfeshi, prej 2003 kur është privatizuar, deri sot ka diku mbi 52 milionë euro investime vetëm në procesin e prodhimit, që përkthehet në cilësi. Po ajo që e bën specifik është terroari. Terroari është një fjalë franceze që do të thotë toka dhe kushtet klimatike në atë pjesë ku prodhohet rushi. Dhe ja, pikërisht këtu, gjyqërit e mi kanë prodhuar dhe kanë pas vreshta, dhe kanë prodhuar edhe raki edhe verë, por ndoshta përsëri lidhet me klimën, ose shpesh kam dëgjuar që thoshin rushi nuk është shumë i ëmbël, ose nuk mund ky lloj rushi të prodhoj këtë lloj vere. Cilat janë specifika? Pra jo çdo lloj rushi krijon verë dhe klima, apo megjithatë duhet të ketë shumë diell. Rushi edhe çështja e diellit është mit, pasi që ke Francën veriore ku nuk është në nxehtë. Ja ta sqarojmë edhe këtë, po. Klima dhe ajo që desha edhe e nisa, terroari, klima dhe toka, varësisht prej specifikave, prodhojnë një verë tipit të ndryshëm. Sheqeri është vetëm një prej elementeve që matet, edhe sheqeri është ai që transferohet në alkool me procesin e fermentimit. Maqedonia nuk e ka traditën rastësisht, ka pas një klimë që ka qenë e mirë për kultivimin e rushit dhe prandaj kemi edhe verë. Sa i përket rushit, ke rush që është për konsum dhe ke rush që është për verë. Njëra me tjetra nuk përzihen. Ndoshta në prodhimin e rakive është përdor edhe rushi që është për konsum, po për verë jo. Verat janë sortat e rushit që janë për verë janë sortat e rushit. Pra nëse do të merresh me këtë punë, duhet të kultivosh një rush specifik, apo? A ka Maqedonia rush vendor ose rush që e karakterizon? Autentik, po. Maqedonia është e njohur botërisht për llojin e rushit vranec, domethënë si numër 1. Nuk është vraneci vetëm karakteristike e Maqedonisë, është karakteristike e Ballkanit, domethënë se është i mbjellur edhe në Maltzi, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, po Maqedonia është në vreshtat më të shumta, domethënë me hektar është më e madhe prej krejtëve, edhe realisht ka arrit bashkë me Malin e Zi që ta promovojnë këtë lloj rushi në Suaza botnore. Domethënë kemi vranec të Maqedonisë që është me nivelet më të larta të botës, me specifikat e veta, edhe kemi vranec të Malit Zi i cili ka specifikat e veta, një lloj është i promovuar botërisht. Po Maqedonia, për dallim prej Malit Zi që ndoshta ka veç vranec, ka edhe llojin e rushit Temjanika dhe Kratoshia, të cilat janë shumë të njohura. Kratoshia njihet si një ndër rushet, lloj rushi që është si paraardhës i llojit rushit Primitivo dhe Zinfandel, që janë më të njohura në ndoshta llojet rushit në Suaza botërore. Domethënë, prej këtu e kanë origjinën Primitivo e Italisë dhe Zinfandeli i Kalifornisë. Deri tani mendojmë që ka dy lloj rushësh, i bardhë dhe i zi ose i kuq, kush si i thot. Kurse ti tani na shpjegove që pas ka lloj rushësh që prodhojnë produkte që na bore. Okej. Ku është dallimi mes verës të bardhë dhe verës të kuqe? Ja kemi këtu dy gota. Pse si prodhohet? Unë e di që ka një mit që mendoj që rushi i bardhë e bën verën e bardhë, po s'është kështu. Po ja ta sqarosh. Jo, domethënë ke parasysh se ne që kemi konsumu rushe dhe që ham rushe, dim se brendia e rushit është e bardhë edhe te e kuqja edhe te e bardhë. Domethënë, lëngu që vin ose joshira që vin prej rushit është i bardhë. Dallimi është se te e kuqja gjatë procesit prodhimit shkon bashkë me levorën dhe levora është ajo që jep ngjyrën e kuqe. Sa më shumë që e lën levorën brenda
gjatë procesit prodhimit, aq më i kuq bëhet vera. Nëse ndal në gjys atë mbetet roze, se roze nuk vin as prej kombinimit bardhë dhe të kuqe, por vin prej rushit kuq dhe bëhet Okej, tani rushi mblidhet, sigurisht virret në ato vozat e tjera, fillon të fermentohet dhe domethënë e kuqja krijohet nga lëvorja e ngjyrën e merr nga lëvora. Po rushi bardh? Rushi bardh nuk ka lëvore, domethënë vetëm bëhet shtypja dhe procesohet në lëng. Domethënë nga rushi kuq ne mund të prodhojmë edhe verë të bardhë edhe verë të kuqe. Po ku është dallimi? Ka nis disa eksperimente bëhen edhe në atë kontekst, pasi që rushi bardh për shembull në Maqedoni është në zhdukje sipër, ndërsa edhe konsumi i bardhës verës bardhë është në rritje, kështu që ka nis kantinat edhe në Maqedoni edhe jashtë që të eksperimentojnë edhe me këtë çështje. Sa i përket dallimit të gotave, është çështja e specifikës verës. Domethënë vera e kuqe don gotë më të hapur, pasi që ka aroma ka tanine dhe don pak më shumë si të them oksigjen që të hapet në ato aromatikat. Ndërsa vera e bardhë don freski edhe temperaturë konstante, prandaj edhe është më e ngushtë si Ky është dallimi i gotave, pa pse njëra në një gotë më të gjerë? Vera e kuqe i duhet më shumë kohë për të aromatizuar dhe për të hapur ato aromat, pasi që është e tillë në specifikat e saj dhe don më shumë oksigjen, ndërsa freskim për ta mbajt nuk don shumë oksigjen, ashtu domethënë don një temperaturë më konstante. Pra nëse mund ta shpjegojmë, vera e bardhë është gota e verës të bardhë është pak më e mbyllur që të mbajë freskinë dhe temperaturën sa më të ulët. Nuk gabojnë njerëzit nëse verën e bardhë e mbajnë në frigorifer? Jo, duhet. Temperatura varësisht prej llojit të rushit duhet të jetë prej 4 deri në 7 gradë, ndërsa e kuqja shkon prej 15 deri 18-19, ose ne që i themi temperaturë dhomës, po të ne dhomat janë 22, kështu që duhet kontrollohet edhe. Jo dhe aq ngrohtë. Duhet të kthehemi edhe një herë te prodhimi i verës, kur thoni që lihet lëvorja brenda dhe prandaj krijohet kjo ngjyra e kuqe. Pse disa vera janë më të shtrenjta atëherë sesa të tjerat? Për shembull, nëse shkon në dyqan dhe i shikon llojin e verave, ti ke vera që fillojnë që janë relativisht ndoshta më lirë dhe pastaj vera jashtëzakonisht të shtrenjta. Ku është ky logjika e kësaj? Pse këto vera bëhen më të shtrenjta? Shif, çmimi është subjektiv. Ti secilës verë, secili mund t'i vendoj çfarë çmimi të doj. Po cilat pyetja më adekuate do ishte cilat vera janë të denja për atë çmim. Nëse do bënim ndonjë definicion të verë që është luksoze dhe që meriton ose është e denjë për çmim të shtrenjtë, do kisha theksuar 6 elemente të cilat janë shumë të rëndësishme. Fillimisht është çështja e cilësisë. Domethënë vera nëse është e shtrenjtë duhet të jetë edhe cilësisë lartë. Po jo cilësi subjektive, domethënë cilësi e provuar, e aprovuar dhe provuar me vite të tëra, domethënë nuk se secili ka mundësi që të krijojë një vit të bëjë një verë të mirë, po është standardizimi dhe kualiteti i njëjtë, cilësia e njëjtë me vite të tëra. Domethënë verat e shtrenjta që i shohim ne, domethënë 100 euro, 200 euro ose më shumë, janë vera që kanë 10 vjelje me rend ndoshta çmimet më të larta që i kanë marrë. Domethënë është verë e provuar me vite të tëra dhe ka kapacitet edhe të maturimit ose vjetrimit, si i themi ne. Kjo është elementi i parë. Elementi i dytë është ajo që thash terroari, toka dhe klima, domethënë duhet të jetë specifike. Kur të përmend dikush Bordeaux, by default ne mendojmë se është vend kvalitet. Jo, Bordeaux e ka edhe ashtu edhe kështu. Po se i përket verave të shtrenjta, mendojmë ose të jetë Bordeaux që ta meritoj atë çmim. Bordeaux, Burgundi, Rioja, Barolo, domethënë këto specifika Napa Valley, domethënë vende që e meritojnë edhe çmimin. Kështu që kur dëgjon ti Bordeaux, po qoftë e 200 euro, thosh, okay, është Bordeaux, domethënë e meriton edhe atë. Tani nga aspekti komercializimit, domethënë mund edhe të shesin si diçka që është e shtrenjtë, në fakt që nuk e ka atë vlerën, apo. E tregova thash, duhet të jetë e denjë. Domethënë vetëm verat cilat e kanë të aprovuar cilësinë, kualitetin, e pastaj vjen tek i momenti edhe
aspekti estetik, do me thonë duhet të duket bukur, duhet të t'jep atë sensin e privilegjit, se kur e pin ti atë vend je i privilegjuar, po ulëm sot të kishim një shishe, nuk e di, Petrus ose diçka tjetër, do ndjenim se jemi të privilegjuar, pasi që ndoshta vetëm 3000 njerëz në kretë botën kanë atë privilegj që të pinë. Kjo është pastaj pjesa e komercializimit, sa është e limituar si sasi. Këto janë ato çështje që ndoshta janë edhe marketing, po pa cilësinë dhe pa vendin edhe terroarin që është i njohur botërisht, ti nuk mund të komandojsh çmim të Po prandaj e ktheva bisedën përsëri te prodhimi, a e bën të shtrenjtë një verë lloj rushit specifik, siç e kishte Maqedonia ose ndonjë vend tjetër, apo mund të marrësh lloje të ndryshme rrushësh edhe ti kultivosh këtu? Absolutisht mundet, po e humban atë specifikën, pasi që pse? Po ne kemi për shembull në Maqedoni dhe një ndër verat më proklamuara të tikfeshit është Chardonnay dhe Grenache Blanc. Asnjëra për këtyre nuk është autoktone e Maqedonisë. E tash, pa marrë parasysh, është vend fantastike, cili merr çmimet më të mëdha që ekziston në botë, por gjithmonë do krahasohet me Grenache dhe me Chardonnay të Francës. Edhe gjithmonë njerëzit do e kenë atë barierën se tash, po më kërkove mu 100 euro për këtë vend, unë me njëjtat çmime mund marr Chablis, e cila është vend specifik ku prodhohet Chardonnay, ndoshta më e njohur në botë, e ke atë problem. Prandaj ne jemi fokusu që t'jemi autentik. Do me thënë Vranec, Temjanika, Kratoshia, Smederevka, llojet rushit me identitet ballkanik dhe të Maqedonisë. A është mit Kastriot Arifi shprehja që sa më e vjetër është vera, aq më e mirë? Jo, është komplet mit dhe por mos them se është komplet si fabrikim dhe gënjeshtre, pasi që vera 95% e verave në botë duhet të pihen brenda 2 deri 3 vite, pasi që nisin degradim dhe humbin edhe kualitetin edhe cilësinë. Vera për qenë e vjetër që të maturohet dhe të vjetrohet, duhet të vendosë enologu gjatë procesit prodhimit. Domethënë, ai duhet ta di çfarë rushi ka, çfarë cilësie të rushit, çfarë vere do e marr për atij rushit, niveli i alkoolit, niveli i tanineve. Domethënë, ai prej tash e din se kjo verë do mund të pihet mbas 15 viteve. Kështu që absolutisht vetëm një lloj i caktuar i venave e kanë atë karakteristikë që mund të vjetrohen dhe të maturojnë. Pra shpreha që na kanë thënë deri tani ti je si vera, sa më i vjetër aq më i mirë, bie poshtë. Jo, vetëm për njerëzit vlen ajo. Për verat nuk vlen. Do me kujdes, me shumë kujdes do të thonë. Domethënë ajo shpreha më s'ka lidhje me verat. Një demistifikim total i kësaj shprehjes. E kur jemi këtu, a kërkon konsumimi i verës një lloj kulture specifike, një lloj dienie për rushin, për verën, se si prodhohet? Kërkon, se vera si vera është eksperiencë në vete, është kulturë në vete, po edhe ajo ka të bëje me atë çështjen se çfarë vere dhe kur pi. Domethënë ti ke vera që janë shumë të lehta, që janë për konsum ditor. Dhe ata nuk ndryshojnë prej birës ose prej ndonjë alkooli tjetër. Domethënë, është një verë që mund ta pish çdo ditë me edhe si aperitiv pa asgjë. Domethënë kulturë të veçantë kërkohet për verat gastronomike. Vera që janë të vjetrume, ato janë dhe me alkool më të theksuar, më të lartë, kështu që kërkojnë edhe lloje të ushqimit që ta ndjesh punën e enologut, se nuk është puna ti të marrësh një vend, të paguash 100 euro, 200 euro dhe ta pish si me pi një vend prej dyre. Çfarë dallon, domethënë? Domethënë ti kur shkon në restorane ose që i shikojmë në për media, për shembull ka 4-5 lloj gotash, kamarieri vjen i nderon të gjitha gotat me çdo verë të re, një gotë të re. Pse çdo lloj vere ose një verë specifike pihet ose hahet me ushqim specifik? Vera është ndoshta prej pijeve alkoolike është vetëm që është gastronomike me plot kuptimin e fjalës. Është një lloj alkooli që mund ta konsumosh me çdo lloj ushqimi, që nuk është e vërtet për pije tjera alkoolike. Vera e bardhë ka karakteristikat e veta, ka nivelin e alkoolit vet. Varësisht edhe prej rushit, varësisht prej maturimit, varësisht edhe prej kualitetit, duhet ta kombinosh me ushqim.
tash aty ka edhe shumë nuk është shkencë eksakte ajo, edhe pse ne që shesim mendum ta shesim si shkencë eksakte, nuk është. Domethënë ideja është që ti atë ushqim që e kombinon me venën mos ta ndryshoj shijen e verës, domethënë që të jetë komplementare me venën. Domethënë në esencë kur të hanë një ushqim, kur ta konsumon ose deguston verën, mos ndryshoj shija e verës. Kjo është ajo definicioni më i thjeshtë ose më broadly speaking që mund ta jap për tani atë që ndoshta nuk e përmendëm është një produkt që duhet t'i dedikohesh. Nuk krijohet aq lehtë në kuptimin që e vjel rushin edhe ku diun e vën në voza edhe është gati. Sa kohë i duhet një vere që të krijohet, të prodhohet dhe të vinë të konsumatori. Ja, për shembull kemi këtu dy lloje verash, e bardha dhe e kuqja. Sa kohë është dash të bëhet verës të bardhë dhe të kuqes? Këto dyja që i ke këtu para vetes, e bardhi është dash prej momentin që është vjel rushi deri në momentin që ka dalë në shitje është dash minimum 1 vjet e 2-3 muaj. Ndërsa e kuqja shkon 2 vjet e gjys, pasi që vjetrimi dhe maturimi i të kuqes është gati 18 deri 20 muaj, ndërsa e bardha është 6 muaj në fuqi druri, pastaj edhe maturohet edhe 3 deri 4 muaj edhe në ashtu, domethënë pse është ndoshta i rëndësishëm ai viti që shkruan te vera. Është absolutisht. Ajo të tregon se kur është vjelur, apo? Domethënë viti jo i prodhimit, po të shishet e verës qëndron një vit aty, është viti kur është vjelur rushi, apo? Vjelja 2025 Maqedoni ishte fantastike, ndërsa vjelja 2024 ishte katastrofike. Kështu që njëra me tjetrën s'kan të bëjnë, domethënë. E tash pastaj varësisht prej prodhuesve dhe sa e në farë mënyrë kontrollojnë atë procesin rush, prodhim dhe maturim, ne arrim që të bëjmë që të mirëmbajmë atë kualitetin, po ka ndodhur për shembull vitin 2020 kur vjelja ishte shumë e keqe, verat to që i kemi terroir dhe më të shtrenjta dhe me kualitete nuk e kemi mbush atë vit, pasi që thjesht cilësia nuk ishte në atë nivel që duhet. Kështu që vjelja luan rol shumë të madh, kushtet klimatike, vjelja dhe cili vit. Dhe praktikisht supozohet që ne jemi 2026 fillimi, po kjo verë është ndoshta është vjelur në 2024. Kurse kjo tjetra 2023, ose me fjalë të tjera 2021, më fal. Oho, do të thënë edhe më vjetër. Kështu që rushi që që është vjelur apo tani 25-ën varësisht, domethënë po pra po mirë flasim këtu në përgjithësi do të pas 3 vjetësh. Elementin e bukur dhe kulturës venës i duhet 1 vjet deri 2 vjet që ti nxjerrën të dalin treg verat kualitative. Domethënë është edhe at the end of the day është edhe detyrimi dhe përgjegjësia e enologut që mund të thotë se kjo verë duhet edhe të maturohet 3 vite. Mvaret çka don enologu të arrijë prej atij rushi dhe prej atij venës në atë moment caktuar. Një kompani veres sa enolog ka? Varësisht prej madhësisë, domethënë kemi mbi 25 enolog. Domethënë 25 veta, përsëri nuk është aq shumë që i bëjnë ato kalkulimet, si të themi, apo me epruvetat e me gjithë ato. Një enolog mesatarisht në ditë, në atë kohën e degustimit që zgjat diku ndoshta 200 ditë në vit, degustojnë mbi 200 gota venë në ditë. Që ta arrin shijen konstant. Ka edhe një mit tjetër për verën, nuk është një nga pijet më të shtrenjta të mundshme, por megjithatë konsiderohet si një nga pijet më elegante. Si është arritur kjo? Pra në çdo moment romantik, në çdo moment me që jemi dhe Shën Valentini apo Shën Trifuni, në çdo moment të një ndodhie më specifike, hapet një gotë verë, ose hapet një shishe verë, më fal, pijet një gotë verë. Ktheu pas dhe mendoj krejt ato momente që ke pive, domethënë verë e ngadalson secilën situatë, domethënë është alkool që pihet ngadalë, domethënë nuk është shots, nuk është koktel, domethënë është alkool që pihet ngadalë, është verë gastronomike që duhet shoqërohet me ushqim, domethënë duhet të jesh i ulur, dallon komplet, edhe nga ana tjetër thjesht e ka një elegancë vetvetiu, domethënë ai procesi i prodhimit, sa tha 2 vite, domethënë normal se edhe konsumi e ka kulturën e vet, ka stilin se si e konsumon, domethënë nuk shkon vera me shpejtësi edhe më e rëndësishme asnjëherë vet. Domethënë nuk është për atyre alkooli që konsumohen as self-indulgence, po është vera gjithmonë shoqërohet
me njerëz. Po nuk është që duam të promovojmë pijet alkoolike në asnjë mënyrë, por arsyeja që je këtu është për arritjen. Po, dhe sigurisht që kjo është esenca. Megjithatë, me që të kemi këtu edhe ja ti demistifikojmë disa aspekte të verës, mendoj që janë interesante, qoftë edhe si kuriozitet. Prandaj me që konsumohet me ushqim dhe në qoftë se e shikon përqindjen e alkoolit nuk është si pijet e rënda, apo që kalojnë mbi 40%. A e bën edhe kjo ndoshta më të pranueshme, ndoshta se historikisht ka qenë pija e cila ka qenë më e përafërt me familje, domethënë prodhohet gjithkundi, domethënë është besoj ndoshta ndër pijet alkoolike më të vjetra dhe është pjesë e traditës çdo familjes, domethënë nuk ke parasysh se në të kaluam ke pas çdo familje ka prodhu një ven në shtëpi. Domethënë është pjesë kështu integrale e traditave. Edhe më gjerë, po edhe te shqiptarët ka qenë e tillë. Po, në disa zona në Ballkan të shqiptarëve dhe sot e kësaj dite prodhohet verë, nëse të pyes përveç Maqedonisë në Kosovë, në Shqipëri, në Maltëzi, cilat vera do t'i kishe veçuar për shembull? Është shumë, domethënë veçantia e kësaj zonës është lloji rushi Vranec, i cili e karakterizon këtë zonë, është sa i përket trojeve, për shembull trojeve shqiptare, shumë interesant se në pjesën veriore, domethënë edhe në Shqipëri, domethënë Kallmeti që është rushi më i njohur momentalisht i Shqipërisë, është në zonën e Shëngjinit, Lezhës dhe Shkodrës, domethënë Shqipëria veriore. Në Kosovë është zona e Rahovecit që është zonë shumë e madhe, domethënë mbi 2000 hektar rushke në zonën e Rahovecit, edhe është shumë interesant se në pjesën e Malizi, ku janë mbjellur rushi më i mirë i Malizi, është komuna dhe zona e Tuzit, ku është njëjtë banuar me shqiptar. Edhe po e pam gjeografikisht është një rreth i pjesë i trojve shqiptare cilin ku ke është një teori, por nuk desha të çoj në këtë kanal se ndoshta edhe nuk është shumë e verifikuar, por ku thonë që vera Vranec në fakt është vera origjinale shqiptare, madje ka edhe një etimologji të fjalës nga vrana, vreshti e kështu me radh, por në qoftë se ndjekim logjikën e asaj që thoni ju, ndoshta për të qenë kështu korrekt deri në fund, etimologjinë e Vranecit e kanë një farloj mënyre e kanë zbuluar dhe e kanë studiuar më shumë malazezët, po ai Vraneci që është i mbjellur në Malzi është komplet pjesa më e madhe është në komunën edhe zonën e Tuzit. Pikërisht nga ndoshta historikisht edhe ka vjen edhe kjo, se edhe këtë ma kanë dërguar si informacion Vresht, Vranec edhe pastaj siç marrin nuk e kam kështu si informat, po nuk është se është larg edhe ndonjë logjike historike. A konsiderohet pirja e verës disi si snobiste? Sepse në qoftë se e konsumojmë me gjitha rregullat siç the, apo me ushqim specifik, vera e bardhë me mishin e bardhë, unë këtë rregull e di, vera e kuqe me mishin e kuq. Por kjo nuk do me thënë, se nuk ka shkencë. Ose vera e bardhë me peshk, vera e kuqe me mish tjetër. A konsiderohet kështu si snobiste tani do ta dish kur ta pish, temperatura, vera në frigorifer, mos e vera në frigor, duket si e komplikuar? Nuk është aq e komplikuar, kisha thënë se njerëzit janë snob, nuk mund të jetë vera e snob. Kështu që njerëzit e bëjnë atë çështjen e snobistit, po ka te vera atë momentin tash nga ana tjetër, njerëzit që janë të gatshëm që të paguajnë shumë të larta për atë privilegj, ndoshta edhe ju ngjan edhe momenti i snobizmit. Po pjesa më e madhe e verës që konsumohet në botë është ven everyday wine që pihet kështu lehtësisht, pa mos e lodh kokën shumë. Ka parasysh Maqedoniti pjesa më e madhe e verës që pihet është verë e bardhë që konsumohet me ujë të gazuar, kështu që njerëzit kanë gjetur atë formën se si e kanë kënaq veten pa mos e ndjetë atë nevojën e snobit. Ajo që ndoshta është më specifike që gjithmonë shkon me ushqim, nuk mund të dehesh shumë me verën, apo? Po jo, absolutisht. Sepse shumë nuk kanë ndodhur shumë, edhe nuk dëgjojmë që do thotë jam dehur me verën. Jo, është alkooli më i moderuar realisht. Ke parasysh, domethënë është alkooli më i moderuar, kështu që edhe sa i përket shëndetit edhe moderimit konsumit, besoj se është pija alkoolike më adekuate për ne. Cila është vera më e shtrenjtë që ti e ke pirë atëherë? Atë të vëm pakës kështu në pozicionet e sigurisht ndoshta nuk është nga Maqedonia. Se kam idenë pasi që mund të jetë ndonjë verë cilën kam pirë në shoqëri që të jetë edhe ose e falur ose e paguar nga se nuk e kam ide. A cila është vera më e shtrenjtë në Maqedoni?
vera më e shtrenjtë në Maqedoni duhet të jetë verat ose të Ikfeshit ose të Kamnikut, domethënë se variojnë prej çmimeve. Po prapë them. Po. Cilat prej atyre verave të shtrenjta janë denja për atë çmim? Kjo ajo është tjetër çështje, po domethënë vetë Ikfeshi ose edhe kompanitë e tjera i kanë vera të shtrenjta, apo? Jo, absolutisht kemi vera të shtrenjta, pasi që kemi ne vreshtat që japin rrushk nivelit më të lartë cilësisë, a janë shumë të vogla në prodhim, domethënë ne kemi produkt që ka 5000 shishe, dhe është vërtet privilegj që atë shishe secili nuk mund ta ketë. Po mirë, ajo çmimi i asaj rritet sepse është pak dhe detyrimisht është si thash, është kualiteti i provuar ndër vite, toka, kushtet klimatike edhe sa është me e limituar me sasi. Në qoftë se mund të nxjerrim një përfundim, atëherë do të thoshte që mos e kërkoni çmimin e shtrenjtë, po kërkoni verën e shtrenjtë, më falni, po kërkoni një verë që është origjinale e vendit, që ka një lloj tradite në prodhim, ajo është e garantuar që është verë e mirë. Ideja e bukur e verës është se secili vend ka specifikën e vet. Domethënë kjo është ajo që e bën verën veçantë prej krejt tjera. Domethënë edhe besoj se edhe është eksperiencia jote dhe imja se në secilin vend që kemi shkuar, ideja është që të provosh verën lokale edhe e ka specifikën e vet. Edhe secila verë është e bukur në vetvete, nëse është verë e prodhuar në aspekt kualitativ në rregull. Nuk do të thotë se duhet të jetë perfect, po duhet të jetë okay, edhe ai ka specifikën e vet. Edhe ja si njohës i mirë i industrisë, cila është vera që ti më shpesh konsumon, që jo s'ka lidhje me çmimin më. Jo, s'ka lidhje me çmimin, po është që mund të ishte një kështu. Besoj se jam i influencuar edhe nga Maqedonia, edhe ku jetoj, edhe ku jam rritur. Vranet dhe Kratoshja janë verat që më shumë i kam konsumuar. Po, s'ka lidhje cila kantinë tani prodhon. S'ka lidhje, jo, është specifika e Vranecit. Domethënë në Maqedoni prodhohet Vranec shumë kualitativ, jo vetëm për Ikfeshit, por edhe për. Në minutat e fundit përsëri dua t'i kthem prodhimit të verës si biznes. Ka një trend të madh të rënies pirjes së alkoolit. Sa e rrezikon kjo lloj kulture industrinë? Si të tillë dhe si e shikon ti këtë? Nëse shohim për aspektin biznesit është rrezik i theksuar dhe është i madh, pasi që kushtet klimatike kanë bërë problem prodhimin e rrushit, domethënë vjelja për vjeljes më dallon shumë, domethënë 5 vitet e fundit vjelja asnjëherë nuk ka qenë me njëjtat specifika si e ardhshmja. Gjeneratat e reja konsumojnë shumë më pak alkool, që është edhe në rregull, janë shumë më të moderuar, shumë më shumë kujdesen për shëndetin. Dhe ky është trend europian, më nuk është botror, nuk ka të bëjë po. Absolutisht është trend botror, është mënyra se si e bëjnë jetën ato, domethënë shumë më të fokusuar në edhe aspekti se shumë më pak dalin jashtë, shumë më shumë janë në telefona, shumë më shumë kujdesen për shëndetin dhe kanë shumë më konsiderat për aspektin e konsumit të moderuar se që kemi pas ne si gjenerata pak më të vjetër. Domethënë aspekti i biznesit rreziku është i madh, po nga ana tjetër edhe është diçka që duhet gradualisht që të normalizohet. Domethënë nuk është ideja që të konsumohet papërgjithshëm. Atë që themi absolutisht nuk është ideja e kësaj. Jo, absolutisht jo, se sado që mund të themi ne se vera është një prej alkooleve që ka edhe benefite shëndetësore, është ka vetëm kur është në konsum të moderuar, jo në konsum të tepërt. Si absolutisht çdo gjë tjetër. Në fund si e shihni veten, po edhe si biznes, si sfidë në 5 vite 10 vitet e ardhshme. Sa mund të ndikojë gjithë ky trend, mënyra e jetesës, në kuptimin që mund të ndikojë edhe në ekonominë e vendit. Në ekonominë e Maqedonisë do kisha theksuar diçka tjetër. Problemi më i madh është prodhimi i rushit në Maqedoni. Maqedonia ndoshta 10-20 vite më herët ka prodhuar diku rreth 300 deri 400 milion litra ven në vit. Tash mezi se mbrim shumë atë vlerën e 100 milion litra. Domethënë ka ra prodhimi i rushit për shkak se zonat rurale janë duke u braktisur, s'ka kush t'i punoj, s'ka kush t'i trashëgoj ato vreshta, edhe sa i përket Maqedonisë si ekonomi, pse jemi eksportues shumë i madh i verës, domethënë kemi një rrezik shumë real që Maqedonia të humb një nga industritë më të levërdishme
dhe më të rëndësishme që i ka sa i përket eksportit produkteve ushqimore dhe A do ishte kultivuar dot rushi, a mund të shihnim vreshta në Pollok? Në Pollok ka pas rush dhe ekziston rushi, por ka qenë për rush të konsumit. Bojana, për shembull, pjesa e Shkupit Bojana shumë e njohur, Jegunovca ndaj ka. Domethënë ato mund të krijojnë, mund të prodhohet një rush që mund të ishte absolutisht. Unë tregova më herët, Alsace në Francë është zonë e ftohur dhe prodhon verat ndoshta më të mira në botë të bardha, kështu që absolutisht nuk. Kastriot Arifi, si drejtor për strategji dhe zhvillim në t'i kthesh krejt në fund, cili është mesazhi për ata që duan të zhvillojnë një lloj karriere të suksesshme, verë ose jo, sepse sfida në ekonomi, në prodhim gjithmonë do të ketë, por në qoftë se na shikon një njeri ndoshta edhe më i ri edhe që nuk ka shumë dijeni për mënyrën se si zhvillohen bizneset, cili do të ishte mesazhi? Fillimisht do kisha dashur që të rit mos kenë bariera që nuk ekzistojnë. Se normal, bariera dhe vështirësi ekzistojnë në biznes dhe në punë, po mos i vendojnë ato bariera që janë jo ekzistente. Një është ajo, edhe dyta, për eksperiencës time kam kuptuar se rruga e drejtë gjithmonë më e shtrembur. Kështu që do ketë edhe disfata, edhe humbje, edhe probleme, edhe sfida, janë normale edhe duhet të ecim përpara. Dhe për Shën Valentin, ndoshta edhe mund të ngrej një gotë verë. Hajde, gëzuar. Të dashur ndjekës, ndoqëm kështu një podcast, një natyre tjetër, që lidhet me një kulturë specifike, por gjithashtu edhe me një sukses, me një rrëfim suksesi, siç është ai Kastriot Arifit, por edhe me vetë ekonominë edhe logjikën se si duhet parë sfidat e kohës apo dhe shkallët e ngritjes në karrierë. Rishtazi do të vi sërish me ju, deri atëherë, mirupafshim.